Mbyllet sot cikli i maturës shtetërore 2025. Drejtori i Zyrës Vendore të Arsimit Shkodër, Brisela Kadia, bëri të ditur se janë mbi 1430 nxënës të shkollave të mesme të cilët morën pjesë në këtë provim, ndërsa 9 nxënës janë me aftësi ndryshe. Jemi në të njëjtën situatë, siç edhe në provimet e tjera, të parashikuar për të marrë pjesë janë mbi 1430 maturantë. Provimi me zgjedhje në fakt është edhe provim pak më specifik për faktin që është një prag filtrues për ato që duan të vazhdojnë universitetin dhe është lënda që mund ta japi provim edhe dikush tjetër që e ka marrë ose e ka mbyll ciklin e maturës koma përpara. Drejtori Kadia u shpreh se procesi është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe të rregullt pas një incident apo shkelje të evidentuar. Procesi i maturës shtetërore 2025 si praktike konsoliduar tashmë nuk ka problematika. Kemi qenë shumë korrekt në organizimin e procesit, aktorët e përfshirë kanë qenë shumë korrekt me përgjegjësitë të drejtat dhe detyrimet e tyre dhe deri tani në fakt kemi qoftë një feedback të kënaqshëm nga nxënësit dhe shkollat, po sigurisht edhe nga vetë komuniteti i gjerë për mënyrën e organizimit të provimit. Jemi në të njëjtat rezultate me angazhimin e burimeve njerëzore, mbi 140 mësues përgjegjës në këto 6 qendra të provimit, 6 qendra në të cilat janë miksuar shkollat që janë të përfshira, kemi gjitha institucionet arsimore të mesme që i nënshtrohen provimit, shtetërore, private dhe profesionale. Provimi me zgjedhje ofron një gamë të gjerë lëndësh përfshirë shkencat e natyrës, kimi, fizik, biologji, shkencat shoqërore, histori, gjeografi, qytetari dhe psikologji, filozofi dhe sociologji dhe ekonomia dhe artet.